Kemi bërë mirë që nuk I kemi varur shpresët e kata. Këte punë do ta bëjmë vetë. Po? Po si? Po ja, ta diskutojmë njerë me shoferët tanë. Ja, punë që s'bëhet. Po pse nuk bëhet, more Agim? Po ti e di, rrugë të vështira, makineri me kapacitet të vogël të rreqje. Ulla po vjen apo jo? Po vjen. Ka një variant. Të ndërtojmë një skel të re. Skel? Po, një skel provizore pranë bregut, afër uzinës. Këtu është vendi. Për gërmime suplementare nuk është nevoja. Toka është e fortë. Mund të ndërtojmë edhe urën për ta lidhur me bregun. Sa kohë zgjat ndërtimi I saj? Po, rreth 4 muaj me që është fjala për ndërtime provizore. Për sa I përket kostës, këtu groposi miliona lekë. Miliona? Sidoqoftë, nuk janë valutë. Na duhet të ndërtojmë edhe 5 kilometra rrugë për të lidhur me rrugën kryesore. Këtu e kam fjalën shoferët. Do më thënë, keni besim tek ne. Kjo cop rrugë nuk nxjerr problemin e të varianti që propozoni ju. Cili variant? Të transportojmë kull me mjetet që kemi. Kjo nuk mund të bëhet. Unë them ta mendojmë një herë. Ashtu është. Skelën mund ta ndërtojmë në çdo kohë. Le të shohim variantet që kemi. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ha? Hiç. Mirëmëngjes, usta. Mirëmëngjes. 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 Për ku sot vjose? Si u bë puna atyre rimorkeve 100 tonçe? Me sa duket vonoj. E kanë shtyra fatin e dërgimit të tyre. Do të niseni pak më vonë, ustamiti. Mirë. Po, unë çfarë do bëj? Dhe ti do të presësh. Me sa duket do gjëra e kurtis ti? Unë? E, që të më kesh pranë. Ja, nuk e sheh. Mirë atëre. Unë do të pres këtu bashkë me ty. Këtu nuk lejohet. As për mua? As për ty. Kulove? Kur erdhi vapor? Brëm. Bisedova me baban se më plasin. Jo, Jo, e pse? do gjitur kohë. Mirë atëre, do të bisedoj vetë. Ja ku e ke. Çdo shef I financës këtu. Po dha interesohet për transportin. S'do të vjeri I mjarshëm, bëhet. Aha, ai ka besim. Po ama shoferët nuk I do për të ndur. Po si.
Stamiti. Do e sjellësh Harushin apo Tifus Pirunin? Ose ma të kohë Laçi, 40 metra është. 40 metro? Po pse s'thuati që duhen ja 6 Skoda njëra pas tjetrës për ta çuar atje mor Berazer? Jo 6, po 10 Skoda. Është 60 ton më Laçi. 60 ton? E po u dashka një tren malor për ta çuar në destinacion o Berazer, po u pa kjo po. Mund bëhet edhe më lehtë Laçi. Por duhet vrarë mendjen. Të lutem ju sa më gjeni një ngarkesë tjetër për në uzinën kimike. Për në uzinë? Po. Të shohim. Uzina kimike. Uzina kimike. Po. Do të shkoni në kalatën numër 2. Faleminderit. Ditën mirë. Ditën e mirë. Pa nuk gjetën një tjetër për të qenë, më i bi? Po pse baba, ç'të keqe ka? Do mos do. Kështu fluturoni jo. Jo zien syt. Si mëj nuk pas ka gjë të keqe? O do kalosh jetë me të. Po mori uruar, mbaroje se na le pa dark. E po ku qëndron e keqja këtu baba? Ti nuk do në kuptosh. Na. Merre. Përse ti hapesh të lashe vetës gjëna? Ti baba thuaj që kullën duhet ta çojmë vetë në uzinë. Po, e pastaj? Dhe thua se shoferët tanë janë të zotë. Kjo është çështje tjetër. Po ti mos ma kthe mua betin. Sa ndej, këndej. Për ty e kam. Se tjetë për mua, unë e kam zgjidhur këtë problem. Atëherë më lër dhe mua ta zgjidh vetë baba. Mami mora dhe qumës. Mi jep vjosës dhe shko të bësh mësimet. Pausa! Defekt! Jo. A e di që ti? Hipa t'jen makinën time dhe mere këte kthesën këtu sa më gjerë. Hajt, shko. Mere sa më gjerë! Kujdes! Bëre mëre Lanet. Mora kthesën sta. Mirë. Për kullën? Hajta që shko tani se u bëre vonë. Miru pafshim rrugë të mbarë.
Oj, zog. Oj, kanë në zog. Hajde më përshë. Hajde, tak ashtu. Oj, zog. Lumin. Ha, Jo, akoma. lere më mirë. Po ti do ta lesh transportin? Unë? Jo. Asun jo. Jo, plashtu. Gjysh, me tregoj një pra. Hajde, shko të flesh tani, s'kemi nge për prallë. Mirë, thuaj natën e mirë. Natën e mirë, gjysh. Hajde, natën e mirë, natën e Thuaj mirë. dhe dalës natën e mirë. O, të gë. Natën e mirë, Xhan. Të të mësoj në aty se i di veti më zogu, në mirin. Çfarë inxhinieri je ti, more? Kur s'di të zgjidhësh problemin që ke. Akoma nuk jam, më falet. A i ke menduar mirë këtë punë, miti? Se mos... Edhe unë e kam merak më i grua. Mos kujton ti se kam marrë fluturim thë këtë punë? Po pse mëj? Të heqim dorë pse pas ka vështirësi më shumë nga që kemi kaluar. Për derisa ne gjithë e ndjejmë se e bëjmë, do ta themi fjalën tonë. Mirë, miti. Ti e di vetë këtë punë. Ilir, pijet ke qërë mami? Mirë, mirë. Po pijete? Lera ty, lera. S'po e ngre kokën nga shkresat. Po lodhet shumë. E pse po lodhet? Ullur është. Ullur, po më fute djarin të lashe veç. Baba! E gjeti. Këto probleme zgjidha. Dhe ma vash se po nazioni djalin. S'ko dot, se bashku me dyri i morgët mund të kalojnë edhe në triktheset e tjera. Po tani ku shkoj? Ja, erdhi mi. Po. E, miti. Qeni mbyllur kështu, more? Ty më dy një ajo, miti, s'keq për tani. Dilni ore për jashtë se është Hajde, natë. miti, hajde. Hajde, urdhëro ullu. Kur u ktheve? Sot. Ha? Qoj. Ja. Kam sjell këtu të zgjidhur problemin e kalimit kthesave. Ashtu? Vete zgjidhe. Me familje. E bukur edhe kjo, me familjen. Urdhëro, merre një. Faleminderit. Duhet jetë sakt. Mënyra e shtruarjes problemit është e drejtë. Hajde, o miti, hajde. Ne u bërë dhe inxhinier tani. Ndise. Që inxhiniero Kiço. Kur nuk zgjidh dot timonin e rimorgjos, Edhe atë do ta zgjidhim. Patjetër, ore. Vazhdojmë, shok. Po ka 1001 probleme. Rrugët, lartësia, tërheqja. Për mendimin tim është e pamundur të bëhet. Kulla është tepër delikate. Mjafton përplasje me vogël dhe... Po si mendoni ju? Uzina duhet inaugurohet në afat. A themi ta prodhojmë bukën në vend. E pra toka ka nevojë për plek kimik. E kuptoj, shoku zënës ministër. Por mua më duhet mendoj për transportin. Kjo është detyra ime. A, jo. Ky mendim nuk të ndihmon për gjetur rrugën e zgjidhjes. Kam përshtypjen se kemi marrë përsipër diçka, jashtë mundësive tona. Mos zval, transportin e kullës duhet na e bëjnë të huaj dhe neve të presim. As këtë nuk do ta pranonja. Ja, kjo është blokada, Agim. Kontratat anulluara, presione ekonomike, shantazhe politike. E çfarë duhet bëjmë ne sipas teje në një rast të tillë? Të ecim. Mire the, të ecim vetë me forcat tona. Ja përse ka rëndësia i propozimi shoferëve. More, po ka rëndësi të madhe ta bëjmë këtë transport me forcat tona, me mjete teknike që kemi. Edhe mua nuk më mungon dëshira, mos më keq kuptoni. Të kuptoj drejt, Agim. Por është koha kur dëshirat ne duhet i kthejmë detyra.
Është vështirë. Gati në kufit e pamundësisë. Moragim, po si nuk të bën përshtypje diçka? Çfarë? Po ja, shoferët kanë vënë jetën e tyre në këtë transport. Një gjë e tillë nuk bëhet ashtu kot në hava. Një farbazet duhet ta kenë, apo jo? Prandaj unë them që të gjitha shqetësimet teknike që ti ke, ne të shkojmë e ti diskutojmë atje, tek shoferët. Do me thënë, varianti tjetër bie përfundimisht. Cili variant? Të shtyhet inaugurimi i uzinës dhe të ndërtoj skele. Inaugurimi i uzinës duhet bërë në kohë. Edhe çështja e ngarkesës së Rusisë. Duke pasur një timon 6 metrë, do kemi 2 pika mbështetje për kullën. Dhe lëvizja e kullës është e mundshme. Po, inxhinieri ka drejt. Për të shmangur rrezikun, do të vendosim një shtrat mbi rimork. Ky do të shtoj sipërfaqen e mbështetjes për kullën. Ajo që thoni ju stamiti, ka rrezikun tjetër. Në momentin e kalimit të kthesave ose dishezave, do të kemi përkulje. Pra dhe thyeri. Edhe këtë e kemi menduar. Do të shtojmë pikat e mbështetjes para dhe pas rimorkëve. Dhe për të patur lëvizshmëri në përkthesa do të përdorim dhe bylyk. Po ku do të gjejmë rimorkët? A nuk kanë ulluar kontrata? Prandaj të mos flasim kot për shok. Atëherë kësaj thon peshku në det, ti ganë në zjarr më shok. Diçka di Ollaqi. Më mirë të gjose sa flet kot. Këta shoki kanë parë me durime me kujdes këtë punë. Për relacin e madhe i do krijohet, si do bëjmë? Ne rimorkët po i ndërtojmë në përshtatje me rrugët tona. Kjo teorikisht e saktë është, por kërkohet një precizion gati teorik. Duhet menduar rreziku, shok. Ne mendojmë rrezikun. Por ne nuk futemi në betejë për të humbur, po për të fituar. Është kollajt edhe shhapi është vallës. Na bëhesh inxhinier. Vallën do ta hedhim të gjithë së bashku. Krah për krah. Diskutohet për gjëra të mëdha që kanë të bëjnë me marrjen e lapsit. Kërkojnë 20 milion për këtë transport. Këtu ke fjalë. Sokol, unë po ikim në shkollë. Hajde më merr mirë. Jo, nuk vi. 20 milion usta? Po, 20 milion. Çfarë tha ore, çfarë? Një firmë huaj perëndimore kërkon 20 milion për këtë transport. Ju jeni për zgjidhje të lehta inxhinier, po që kushtojnë shtrenjt. Unë jam për zgjidhje të sigurt, shoku Sokol. Është i ri Sokoli më shok, mos e vini re. Sokoli ka shumë të drejtë. Lëri lavdërimet për në fund do bërazer. Ke kapele Tillaçi? Jo, kapele s'kamun. Atëherë blije një, dhe sa herë ti takosh të shokët rrugës, tua heqësh kapelen. Ore inxhinier, pa më thuaj. Nga në llogaritjeve, a ka në një gjë të pasakt në këtë mes? Teorikisht jo, por nga e thëna tek e bëra. Me përjashtim të çështjes së rimorkëve, për cilat po punohet, gjithçka tjetër është zgjidhur. Jo gjithçka. Më e rëndësishmja kalimi praktik në rrugët është akoma e pazgjitur. Atë në lerneve. Aty në timon që është dim të bëjmë dhe ne ca llogarive. Nuk kam kundërshtim përsa i përket përvojës suaj. Por unë them që të matemi mirë për vendimin që do të marrim. Le të qëndrojmë tek problemi i tërheqjes. Në qoftë se do të caktojmë 2 Skoda për të mbajtur 60 ton në rrugë të vështira, kjo do të thotë transporti i kullës të mos mbaroj kurrë. Ku e ke fjalën o inxhinier? Desha them që semiakset nuk do të rezistojnë. Është llogaritur që 2 Skoda, duke pasur të njëjtën ngarkesë tërheqje, ti shpëtojnë rrezikut të tyre semiakset. Por mjafton që njëri nga shoferët t'i jap më tepër ose më pak shpejtësi dhe duke përjashtuar këtu rrezikun malor. Inxhinier Agimi ka të drejtë deri. Për këtë duhet mendojmë më tepër. Ama kjo nuk duhet të na kthej nga rruga, por të na çojë më tej. Që është e vështirë kjo dihet. Por mua më duket i drejt mendimi i shokëve të parë. Ne ecim gjithmonë me ndjenjën e kursimit. Por kjo nuk do të thotë se ne do të rrullim dorën për 20 a 30 milion kur këto janë domosdoshme. Për këtë nuk kemi qenë e nuk kemi asnjëherë. Por mos vallë, kjo është zgjidhja e problemit. Ndërto një skelë dhe prish. Merr të huajt edhe bëj punë. Jo shok. Vendimi ynë për këtë transport ka të bëj me vazhdimin e një rruge shumë gjatë. Kemi shumë për të bërë, shok. Kemi një rrethim. Kemi një blokadë. Ky transport është një aksion i madh politik. Prandaj është më me vend të diskutojmë se si do t'i kapërcejmë vështirësitë, dhe jo t'i numërojmë ato. Çfarë dëshirën të marr pjesë në transportin e kullës, duke i quajtur si një nder që më bëhet. Edhe unë. Unë propozoj që këtë transport ja besoj mitit edhe Sokolit. Sokolit? Edhe unë jam dakord që në timon të jetë miti me Sokolin. Edhe unë jam dakord. Edhe unë. Edhe unë jam dakord. Edhe unë. Edhe unë. E u stamiti. Si thua?
ta një kokën dhe kujtova se nuk do të vije. Ma një ke mirë, Pse erdhe? nuk erdha për ty. Po për kë? Për baban tënd. Po baba im nuk vazhdon shkollën e natës. Po të duash ta takosh, shko drejt sa rrugë, në shtëpi e gjen. Po ti më thua njerë si mbaroi diskutimi për kullën. Më caktuan dhe mua në transportin e kullës. Nuk pranov. Si? Për kullën dhe nuk pranove? Më kujtuan fjalët e Gjaslanit. Do i dol nga zanati shoferit. Ç'thua kështu? Është e vërtet. Ke bërë gabim. Për çfarë? Për këtë që thua. Bëra shaka. Ama atë shaka bën edhe ti. Në ta mban shko bë shaka me baban. Atje trego trim po deshe. Jo sa. Po ti si thua? Për çfarë? Për këtë pra? A të shkoj mos ta miti në këtë transport? Ho, edhe pyet? Është e vështirë. Mua do më pëlqente të shkonje. Nuk e di përse, por do më pëlqente. Po Gjaslanit? Ati akoma më shumë. Nuk e di Vjosa. Do mund të bëhem njohën me Ostamitin. Duhet që edhe fërym të marrim një herësh. Kur ai të shtoj shpejtësinë, edhe unë duhet ta shtoj. Kur ai të frenoj, edhe unë duhet të bëj të njëjtën gjë menjëherë. Është era e parë që të shoh kaq të menduar. Nuk të shkon. Në oficin po punojt akoma. Kanë gjetur zgjidhje të mirë dhe mund të them se semjakset shpëtuan. Ashtu është vërtet. Por edhe ti po na ndihmon për shumë gjëra. Po kur teknika e pranon zgjatjen e timonit 2 metra, dhe ne diskutojmë për 6-7 metra, kjo më duke se është diçka jo normale. Mirë, mirë. Po ti e di se nuk është herë e parë? Zgjatjen e timonit e kemi përdorur edhe tjetër herë. Sigurisht jo kaq. Edhe kemi patur sukses. Po si e keni arritur? Ja. Kemi kaluar vështirësi të tilla. Ndoshta jo si këtë herë. Por ama 25 toni kemi transportuar me këtë makina. Nga 25 në 60 është diferencë e madhe. Ashtu është, Akim. Por në këtë moment në rënd të ditës është... Kurajo? Domosdo Kurajo. Dakord jam me ty. Por pa mendot në ngeli kulla në mes të rrugës. A nuk do ishte kjo një humbje besimi në forcat tona? Po mirë. Ti kujton se ne nuk i mendojmë të gjitha? Jo. Ne i mendojmë dhe kemi mendjen top se do ta çojmë kullën për bukuri. Por ama, dyshime nuk ngjallim. E po? Natën e mirë. Natën e mirë, Akim. Astrid, punë të mbarë. Ja dhe timoni gati, inxhinjer. 6 metra. Miru pafsh. Tani e ke në rregull. Faleminderit, s'ka gjë.
Gati Sokol. Gati, inxhinier. Me këto sinjale du ta kesh më lehtë të lidhesh me Ustamin. Jepi, Omidi, jepi! Edhe pak! Edhe pak! Ashtu, edhe pak! Edhe pak! Aty! Astrid, lidhë me kapën shpit. Hajde. Sokol, kavo nuk duhet sforco. Edhe as liro, sepse si e para dhe e dyta shkakton defekt në semjaks. Hajde. Baba Gjysh, do vi dhe unë aty. Ajo, Gjani Gjyshit, sot jo. Her tjetër po. Kam drejtorin sot me vete. Po mirë, unë e njo gjatë drejtorin. Hajtë ke që nëna të vesh në kopsh, se kur kaloj baba Gjyshi andej do vitët më. Jo, do shkoj me baba Gjyshi. Jo, unë do t'i bje burisë dhe ti do t'vish me vrap tek baba Gjyshi. Apo harrove burin ti, Po si harroj kollaj unë burin. Hajtë, pull Gjyshi. Ashtë. Hajde, me vrap në kopështë. Në kopsht. O, burre! Në kopsht, shpejt. Që deshe tërkte, moj? Rrugë është. Të duhet. Do kthehemi sa më shpejt. Shoku Buja? Provojnë tërheqjen. Pse ka rrezik të mos tërheq? Jo, por duhet një provë për semjaksit. Gati miti!
Dalë kole, kënë Elaci, hiqua kapelen. E di që di tani? Lëre kapelen edhe hes për në oficinë. Si që duket nuk e dëgjoj burien Nipçja. Shnet lokomotiva miti. Miti, pse unë dalëm? Hapim rrugën, janë mbledhur shumë makina mbrapa. Marselim, si shkon transporti kullës? Shumë mirë. Ashtu? Po. Hajde të pim një kafe. Erra.
Jep sinjal për ndalim. Mos u ngut, inxhinier. Të urdhëroj të japësh sinjal. Timonin e kam unë. Përpara ashtu staj. O të gjok tu, inxhinier. Herë tjetër, po deshe këtë mos e përsërit më. Nuk mund të ecim, po siguruar. Po shoferi jam unë ama. Për kullën përgjigjemi të gjithë. Çfarë keni? Le ta thot inxhinieri. Ai mba ka përgjegjësi për kullën, kurse ne tjerët jo. Agimi bën mirë që kërkon të mos ngutemi. Hajde, Agim. Kulla mund të rrezikoj. Heusta, çfarë bëj? Duhet gërmojmë një gjysmë metër shkëmb. Mbrapsht secim dot. Me sa duket, janë bërë llogarit gabim. Ose unë nuk e drejtova mirë kollon. Jo, gabimi ishte imi. Duhet të kisha marrë kthesën gjysmë metër më brenda. Po atëherë shpres. A burrat marrin veglët. Punojësit e transportit po japin shembullin e tyre në luftë kundër bllokadës. Me një punë të gjatë krijuese dhe këmbgulje revolucionare, shoferët, mekanikët, novatorët dhe inxhinierët arritën të ndërtojnë rimorkjot e para të transportit të rënd, duke i kursyer popullit miliona lek. Udhëtimi filloi. Të gjithë janë optimistë për transportin e peshës së rënd. Kjo është një ngarkesë e re që kërkon kujdes. Edhe ti, por shoferët janë të sigurt. Ata njohin mirë çdo shakaxhi që je, more burr. Shakaxhiu? Shakaxhi? Që mund t'ju duhet shoferët. A dëgjon se ç'bëhet këtu apo jo? Ata kanë pranë. Unë e dëgjoj. Popullin, fshatar, po dëgjoj edhe ti. Pengesat kalojnë dhe kolona ngjitet drejt objektit industrial që pret të inaugurohet, të japë prodhimin e parë. Të gjithë së bashku morën përsipër këtë provë të rëndë dhe me siguri në vetvete, me bindje të plot dhe me frymë të lartë revolucionare, ngjiten në rrugën me pengesa. Edhe mbi shpatulla do ta çojmë kullën në uzinë, thon ata. Inaugurimi i uzinës të bëhet në afat. Erdhe vonë, ata u nisën. Cilët, baba? Edhe shoferët. Për kullën e ke fjalën, baba? Për Sokolin. Ata ecin dhe ne krenojmë. Jepi kafen, babaj. Vazhdimin e reportazhit do ta japim nesër. Ata janë duke ecur. Dhe tani po rilidhemi me stadiumin kombëtar Qemal Stafa për të transmetuar pjesën e dytë. Sot fitojmë ne. Ka drejt miti. E kemi qik vështirë nga shiu. Apo jo, miti? Ore do fitojmë se s'bën. Po ti Sokol me cilë skuadër je?
Unë jam me Durrësin, po sot kam qef fitoj Tirana. Jo, në rrugë ka palë. Duhet eci. Po të frenojmë rëshqasë. Bushe me gas. Shpejtoni të lidhin kavën e dytë! Agi, lodhe? Jo. Ta shti besoj se makinat janë rregull. U lagja dhe ti më i mira. Ju keni kaluar një moment shumë të vështirë sot, po unë kam filmuar gjëra kaq të bukura sa. Mira filloj të mësot me vështërsitë tona. Pse jo? Njerëzit gjithë mirë. Por, kaloj. Ishte një shqite dheu që s'lejon të ecim për para. Ka akoma vështirësi, shton shoferët. Edhe një malore kemi dhe arrim në objekt. Do me thënë, transporti kullës. Ishte fillimi shokuzons ministër. Mirë, Agi, mirë. Vazhdoni rrugën dhe për çdo gjë na njoftoni.
miti. Mbaroj dhe e përpjetë. Sokolit? I ke rëndë, S'është gjë shoku inxhinier, kjo mund të ndodh kujdo. Kryesori është që Sokoli nuk e lëshoi timonin nga dora. Ashtu është shoku Bejar. Hajde Astrid, bjeri. Bjeri fort, bjeri. Kujdes, kujdes. Më fort. Opa. Edhe pak. E mjaft. Në rregull. Doli. Ja, e sola. E po në rregull e kërë. Hajde, qesin Astrid. E ka mona sa. Ja. Hajde, djemo t'i shtrëngojmë shpejt. Hajde çona i dha të fund. Ha? Ja, pak mbaroj. Hajde lumt. Po po. Hajde, bra, shpejt. Mjep Chelsea. Gati. Gati, jepi maqinë smrapa. Po. Jepi! Jepi! Stop!
Në rregull, Shokopali. Sokol, hip makinë.